thash që marët, e thash që... Po kjo për partisë Nalja në mikrofona, veç afërditën. Veç afërditën të të mreqia. Marët për mu fituse është vetë vendosja për shkak që ka arrit me marrë 3 komuna. Të 2 parti tjera i kanë në hum nga 2 komuna. Unë suksesin e shikoj të partisë sa komuna arrin me udhëheq. Për mu kjo është suksesin e një partije në garë. Pra, apo mund me udhëheq, apo së mundet me udhëheq. Për të tjera, të menoj që partit PDK dhe LDK, që janë parti institucionaliste strukturume, do të me ba një padoj analize mrena vetit me qyrë ku kanë gabua dhe pse kanë gabua dhe pse arritën mi u bastionet. Sepse edhe Mitrovica, nërsa nuk është që ka qenë gjithmonë bastioni PDK-s, por është konsideru si një vend ku prodhon vota për PDK-n, mos të folim për fush Kosovën që është udhëheq që nga pas lufta nga lidhja demokratike e Kosovës, pra ajo që ka arrit mirujt votat po ashtu edhe mirujt bastionet e veta është AK dhe të pas parasysh performancën e AK-s në zgjedhjet nacionale, u menoj që është edhe një fitore e AK-s që ka arrit paktën mirujt 5 komunat që nuk janë komuna të vogla, po janë komuna të mëdha. Balotazhe, që sheplesh thonë të afërdit, a është e lotshme me u marrë një balotazh apo duhet partia e parë me fitu? Mua abden, unë e garën në kisha kry më të parën, fitoj kush fitoj, sepse pastaj në balotazhe po ban matematika, po ban skema dhe shpesher, ai që ka dali pari, po përfundon mos me marrë udhëheqjen. Mirë, faleminderit Armand, për ty kush janë fitu? Nëse nuk është i lëndum që ky proces po flas për partitë shqiptare, unë mendoj që fituese e zgjedhjeve në kuptimin e komunave, ku ka humbë sidomos PDK-ja dhe LDK-ja, mendoj që mund të konsideru vetëvendosje. Ndërsa nëse del procesi i dëmtuar edhe ka vjedhjet votave, atëherë vetëvendosja veç konfirmohet si një parti e cila është parti këgja me një CV kriminale mrena vetës. Ndërsa sa i përket balotazhit, unë mendoj që balotazhi duhet me ekzistu, për shkak se ne kemi rastin para formimit të decentralizimit, kur kanë ndodhur kompetencat e kryetarëve, që kryetari më herët e din ta, domethënë është zgjedh nga asambleja, pra nga është zgjedh shefi, edhe është normale që mos me pas rand dytë, përderisa kryetari është i ndom, është listë e veçantë, ka kompetenca të jashtëzakonshme. Atëherë nuk mundet me udhëheq një komunë kryetari i cili ta zon mund me fitu 31%. Nuk ka logjika. Për balotazhin mendoni rundin e parë? Ka disa praktika sa diun edhe në vende tjera që dikun ka, dikun s'ka balotazh. Edhe unë jam i atij grupit që për mos më majt balotazh. Mos më majt. Po, për shkak se është një farë forme këto koalicionet kur bëhen, edhe vullneti nuk është bash, është një farë lloj pazari, balotazhi gjithmonë është një farë tregtie. Po qytetarin s'mund me bë pazar. Është një farë tregtie. Pa i po bëhet. E kirasin vështre. Dikun po bëhet, dikun bëhet, dikun jo. Po nëse s'bëhet, atëherë pse duhet me ekzistu? Çaj që ka fituar i pari, gjithmonë predispozitat edhe shansat i ka me fitu edhe rundin e dytë. Në rastet rralla, ndrën. Përveç Obiliqit s'ka pas praktika tjera. Po, Obiliqi është veç, s'di, a ka qenë rundin e parë Gjafa i parja? Po, i pari ka dalë. Po, rundin e parë? Në rundin e parë ka dalë i pari. Po, sigurisht me pak vota ka qenë aty. Edhe u konë rasti vetëm që ka mujt, të më thonë, i dytit pari në balotazh. Po, prandaj po them se këtu të na është puna që bëhet tregti masanej me vota. Edhe prandaj mendoj që në rundin e parë që ka fituar i pari, çaj edhe me marr mandatin edhe kryetarit, pavarësisht që është i ndam. Se është një ndam me këto vota. Po është i ndam për asambleje, për parti veç, për kandidat për kryetar veç. Edhe ai që fiton i pari është i pari. Edhe merr edhe e vazhdon me komunën. Po, këto masanej koalicionet gjithsesi kanë menduar. Deshte kanë menduar. Ato kanë menduar në asambleje. S'kan çfarë vendos, do kanë miratu buxhetin. Normalisht me bashkëpunu me parti tjera.